Mirë, ne në këto momente do të ndalemi në zhvillimet të kronikës dhe do t'i rikthehemi edhe një herë operacionit të SPAK, pikërisht vëllai i deputetit të Partisë Socialiste Loer Kume. Raportohet se është arrestuar gjatë një operacioni të SPAK për tjetërsim pronash në qytetin e Durrësit. Gjatë operacionit të SPAK janë arrestuar për ashtu edhe Vullnet Muça, i cili është vëllai i Aleksandër Laos, i njohur ndryshe si Rumi Shiakut. Burimet thonë se në fakt prokurorët e posaçëm kanë miratuar disa masa sigurie të cilat po zbatohen nga policia. Deputeti i Partisë Socialiste, ndërkohë që në fakt u bë e ditur operacioni SPAK në qytetin e Durrësit Loer Kume, ishte në studion e Ora News dhe dha një koment ekskluziv për Ora News, pikërisht për arrestimin e vëllait të tij. Le të ndjekim edhe atë se çfarë ka deklaruar deputeti i Partisë Socialiste Loer Kume në lidhje me arrestimin e vëllait të tij nga operacioni i SPAK, ashtu sikurse është bërë me dije për tjetërsim të pronave. U vura ndjeni mbrëm, patjetër. Vllai më është arrestuar, është i dyshuar. Deri në një përgjigje, detaje nuk i di sepse nuk jam njohur akoma me rastin. Deri në një përgjigje dhe për sa kohë është i dyshuar, është pandema e pafajësisë. Ndaj do ta konsiderojmë si të pafajshëm deri në momentin që dënohet. Sigurisht që i vlla, si po flisnim deri tani, ka një jetë tjetër, gjithse kush është përgjegjës për jetën, për drejtimet, për vendimet që merr në jetën e tij. Por mos të flasim para kohe dhe mos të gjykojmë para kohe dhe mos paragjykojmë para kohe, t'ia lëmë drejtësisë sepse drejtësia do bëj punën e vet shumë mirë. Cilat janë pretendimet, meqense pas ka që mbrëm si informacion dhe ju jeni në ndjenjë, them drejtën, unë isha në siklet gjatë intervistës. Cilat janë pretendimet e ngritura ose akuzat e ngritura për këtë arrestim të vllait tuaj? Nuk e di, duhet ta shoh ndërkohë. Duhet të shoh sepse nuk jam në ndjenjë detajeve. Mora vesh operacionin edhe kaq. Domethënë, jam në rësirë të fakteve. Me se merrej vllai juaj? Vllai im ka drejtuar një biznes familje bashkë me familjarët e tjerë, një agjenci turistike.